Po e nisë me hetimin e SPAK ndaj zonjës Belinë Balluku, zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Si e ke parë këtë çështje, duket se është ende e paqartë dhe ai njoftimi i SPAK-ut ishte gjysmë njoftimi sepse nuk doli drejt për drejt nga prokuroria, por përmes një gazetarie. Nga ana tjetër, zonja Balluku do duhet paraqitet në SPAK së bashku me një avokat sipas këtij njoftimi. Në kuadër të hetimit që po kryet ndaj saj, bet fjalë jo për aeroportin që u bë gjithë ajo zhurmë e madhe, po themi javën e kaluar, po për tenderin e mirëmbajtjes së tunelit të Llogaras. 2 milion euro tender, diçka e tillë. Si e ke parë këtë çështje, shkurtimisht? Shkurtimisht, ju kemi bërë një intervistë për ta hapësh, para një më thonë që Belinë Balluku ka nisë procedime penale i Belinë Ballukut, pasi ajo ka qenë në SPAK pas dite, dhe pas daljes nga SPAK-u ka vajt direkt në një zyrë avokatie. Pra, që do të thotë që dalja nga SPAK-u dhe vajtja në zyrë të avokatisë, patjetër që është një gjë e rëndë për të, pra ka nisë një procedim penal, pavarësisht se në atë kohë nuk u trumpetua dhe nuk u tha, nuk u bë, sepse këtu do të dali vetëm nga media, sepse institucionet si duket e kanë hermetike lajmin, e rrjedhin vetëm nëpërmjet disa gazetarëve që as nuk e japin të plot paktën se për çfarë është. Gjithsesi, rëndësi fare se për çfarë është, e rëndësishme është që zëvendës kryeministrja e Shqipërisë bëhet me procedim penal, domethënë merr një procedim penal, hapen hetimet, nuk ka rëndësi tash se për çfarë dhe për çfarë, sepse mos harrojmë se gjatë procesit pastaj dalim edhe probleme tjera, ashtu siç i dolën edhe ajo Belis. Kështu që unë e shoh thjesht si procedim penal të hapur, kashi në zonjës Balluku dhe të tjera pastaj ecin sipas hetimit. Dhe të shohim, unë më tepër jam tek masa sigurisë do marri SPAK-u për Belinë Balluku dhe ajo që është më kryesorja që unë ngrej gjithmonë me të madhe është pjesa, nuk është tek pjesa e dënimit, se sa do dënohet dhe çfarë dënimi do marri, por tek sekuestrimi i të gjithë pasurive që kanë vendosur dhe që kanë marrë këta zotërin të quajtur zotërisë e zotërinës janë, por që kanë marrë këtij populli dhe këtij vendi. Pra, ky është pozitiv, duke treguar edhe një herë të gjithë ato thashë themet që bëhen në për kafe, në për zyra, apo në për politikën shqiptare, ku thonë se Rama drejton SPAK-un, Rama komandon SPAK-un, duke më thënë për sa kohë, qoftë FBI-a, qoftë DEA amerikanë janë në Shqipëri, është vetëm vend në Ballkan, ku FBI-a qëndron në Shqipëri dhe është në bashkëpunim plot me SPAK-un, dhe duhet ta kishin kuptuar sinjalin që kur Dumani vajti në mënyrë urgjente në Amerikë, kur dha llogari pikërisht për këto lloj dosjesh të nxehta, ku janë kokat e korrupsionit, të krimit edhe të drogës. Duhet kuptojmë një gjë që Shqipëria është renditur në krye të listës së vendeve e cila trafikon drogën, krimin e organizuar dhe pastrimin e parave. Mos harrojmë se një nga personat më të kërkuar të Amerikës edhe në gjithë vendin e botës është mafiozi Mario, i cili u kërkua dhe nuk dihet a ka qenë në Shqipëri apo s'ka qenë në Shqipëri. Po të shohim edhe deklarimin që bëri prokurori i Italisë para një viti, ai e rreshtonte Shqipërinë mas dragetës, po si duket këtë vit e kemi kaluar në dragetën. Jemi bërë vendi i parë, domethënë. Mua më intereson, po them, qëndrimit e deklaratat e kryeministrit Rama në lidhje me këtë çështje. U përfol nga opozita, po themi, atë ditë kur doli si lajm që kishte, sipas opozitës gjithmonë, që kishte marrë dhe kishte, po themi, një përpjekje për të intimiduar prokurorin e çështjes, zotin Dritan Prençi. Nga ana tjetër, një ditë më pas, në një prononcim të drejt për Deutsche Welle, kryeministri Rama, si thua, u duk sikur po e them, sikur e kishte lëshuar, po themi, zonjën Balluku, në kuptimin që
i la, po themi, drejtësisë fushë të lirë. Pra, po nga ana tjetër tha që duhet prezumohet e pafajshme nga gjyqi politik i opinionit publik. Si është qëndrimi e kryeministrit në këtë rast? Kryeministri tashmë po vjen tek ajo linja që unë kam thënë që ky do t'i shesi gjithë. Nuk ka rëndësi. Ky do shesi çdo gjë, vetëm e vetëm të qëndroj në krye të qeverisë, të qëndroj pikërisht për të plotësuar atë mision që ka marrë nga Gabala dhe nga Sorosi, kur ishte në dasmën e Aleksit që u përpledhi atje, se ja u kam thënë edhe herë, atje nuk ishte thjesht edhje. Dhe ky ka marrë atë pozicionin e përfaqësimit të qoftë Kabalit, qoftë edhe të së bashku këta organizatë kriminale, janë terroriste, janë të dyja në një organizatë, janë të gjithë. Dhe ky ka marrë përsipër atë i është dhënë, domethënë detyra për të qëndruar në krye të vendit dhe për të bërë dhe qoftë edhe ato deklaratat që bën ai, e kupton, duke filluar që me deklaratën e talljes Tramit apo me ironinë që përdorin në Angli, e kupton, anglezët ju përveshën keq, po pavarësisht se këtu kalon në teshtë gjëja. Dhe ajo që kam thënë që ky do t'i shesi gjithë, ky do shesi, domethënë, çdo njeri që ka, ky do ta shesi vetëm e vetëm për interes të tij, për të treguar që unë jam i pastër ndërsa këta që janë kumlla mas meje. Jo më kot kam thënë që me arrestimin e Belinda Ballukut, ose procedimin domethënë që i bëhet Belinda Ballukut, mos ta paragjykojmë arrestimin. Por ajo që unë kam thënë është i dyti rast që zëvendës kryeministri një i hequr, dhe si ishte zëvendës kryeministri, ndërsa kjo është zëvendës kryeministri në detyrë. Dhe asgjë nuk mund të bëhet pa firmën dhe pa dëshirën apo pa urdhrin e Ramës. Dhe kjo në të gjitha vendet ku kjo ka qenë dhe ka bërë qoftë inaugurime, qoftë promovimin që ka bërë, gjithë e ka bërë me Ramën në krah. Kështu që Rama është i përfshirë në këtë lloj afere totale, sepse të gjithë raportet e Departamentit të Shtetit e nxjerrin Shqipërinë në një vend ku droga, krimi, pastrimi parave janë të dukshme dhe të bëshme. Por ajo që është më kryesorja, duhet të shohim pak edhe urdhrin që ka dhënë Trump për sekuestrimin pasi edhe gjykata e aprovoi, domethënë sekuestrimin e pasurive të shqiptarëve, dhe kur flasim për shqiptarët u flitet për kryeministrin e Shqipërisë, ai ka asete të mëdha në Amerikë. Por që nuk flitet e nuk bëhet asgjë. Gjithsesi, më them se Balluku nuk ka rëndësi se për çfarë akuzohet. Nuk ka rëndësi se për çfarë akuzë merr sot apo nesër apo pas nesër, nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është që të ketë një akuzë, të nisi procedimi penal, pastaj aty fillojnë hapen letrat. Do ndodhi një Erion Belin. U trupua sikur ishte për lekët e çoqës, pastaj dolën aferet e tjera. Mos harrojmë se aty janë dosje të panumërta që janë të politikanëve kryesisht, po gjithmonë të lidhura me këta oligarkët e partisë, që janë oligarkë partie, që cakto partia oligarkë, apo me krimin e organizuar. Mos harrojmë se ndalja dhe zbërthimi e Kroçatit ka qenë një gjë shumë e madhe për vetë Spakun, apo edhe për FBI-n, organet e tjera nëpër Europë, jo më kot Europa, kur mori vendimin që këto do jenë prova, jo indice, po do jenë prova, sepse nëpër Engroçate e Skaj dalin emrat e të gjithë politikanëve dhe të lidhur me banda, me krimin kryesisht, dhe dalin gjithë emrat e këtyre aferat. Unë jo më kot se ju thash, mafiozi më i madh italian ka qenë në Shqipëri, edhe askush nuk e deklaron, dhe askush pse ka hyrë në mënyrë kontraband. Dhe pse ai u dorëzua para 2 vjetësh në drejtsinë italiane, se do të shpëtonte kokën. Por të gjitha janë bërë sepse ai merret me tunelet, me rrugët, me këto. Do shihni se do dalin shumë gjëra. Jo më kot ju pa ta thënë në një intervistë kur doli që Erion Belia është marrë ka dalë domethënë natën, jo më kot ju thash janë forca madhore që e nxjerrin, ose
prokuroria italiane ose FBI-a ka marrë pyetja atë natë dhe kaq. Po, e mbajmën, Kush e ka marrë nuk e di, por një nga këta e ka marrë, domethënë pyetje. Pikërisht jemi në këto kushte që Rama do mundohet me çdo kusht të qëndrojë në pushtet duke shitur çdo gjë, por harron atë pjesën që duke i hequr tullat shtëpisë bie tavani komplet, pastaj bie vet, nuk ka nevojë edhe të ashu. Qartë. Shohim se si do shkojmë. Dua ta vazhdoj pak duke kaluar te një çështje tjetër që është raportimi i kreut SPAK Altin Rumani në kuvendin e Shqipërisë. A mendon që do prek në një nga këto çështjet që sapo më theti mua në raportimin e vet, apo do të jetë diçka formale pavarësisht tensionit dhe faktit që ndoshta deputetët, sidomos ata të opozitës, bëhet fjalë, nuk do të lejojnë që ti bëjnë pyetje ndoshta tensionit aty lojën, atë teatrin parlamentar që jemi mësuar të shohim. A do ketë diçka substanciale si raportim? Absolutisht jo. Absolutisht nuk do ketë asgjë, sepse nuk mund dali, unë ja u kam thënë edhe kur ishe në komision Dumani që u raportua, unë ju thash, Dumani nuk mund nxjerrë sekretet shtetërore, nuk mund nxjerrë se kush nga ata deputet që janë të shumtë aty brenda, se ata kanë edhe një gjë, atë që kam thënë herën e parë, unë i qëndroj totalisht. Ai parlament është një konflikt interesi me SPAK-un, sepse shumica tyre kanë dosit në SPAK. Dhe nuk mund dali tashmë ky që është në hetim të kërkoj hesap prokurorit dhe të nxjerrë prokurori se çfarë ka ndodhur edhe çfarë po ndodh me hetimin e tij apo të kolegëve të tij. Kjo është nonsens. Në fakt sapo më thon lajmi i fundit që nuk e pas kanë lënë që të raportoj fare dhe seancat që kanë mbyllur siç ndodh zakonisht. Po patjetër nuk do ta lënë që të raportoj për një arsye shumë thjeshtë, sepse edhe në atë raportim që do të thotë përciptasi, unë jam i bindur që do ta bënte edhe raportimin do ta bënte përciptasi. Domethënë përciptasi jo në kuptimin për të kaluar radhë. Por në hetim nuk mund, ne jemi në kontakt me prokurorin dhe kur vjen puna prokuroria është hermetike edhe me avokatin që ka çështjen, jo më me një person i cili ka dosje në prokurori dhe ky person dëshiron të kërkojë hesap prokurorit se ku jeti me dosjen. Mos harroni është e njëjta skem që ndodhi me News 24-ën. Po? U dynt dhe mori të gjithë ato çfarë kishte News 24 aty, gazetarët që kishin fleshet, kompjuterat në nxehtë, thash, dhe pra ne u bë gjithë ajo gjurdis, se pas 3 ditësh nuk u dëgjua më se çfarë ndodhi me atë televizion, po ta marrim kështu, Po ai mori të gjithë materialet duke për të marrë informacione se ku ishte SPAK-u, sepse ka shumë gazetarë aty që komunikojnë me SPAK-un. Dhe ai kërkoi të merrte këtë lloj materiali, nuk ishte se kishte gjë me institucionin, me gazetarina, me më thash. Ishte thjesht për të marrë materiale për ditë ku është. Dhe kjo gjë kërkohet edhe në aty. Por ka dhe një problem tjetër, se aty Dumani mund dilte edhe me emra konkret, edhe me ato të paktën që janë të bërë deklarative. Supozojmë Ilir Meta është i bërë deklarativ, Erion Velia i deklarativ. Po. Është deklarativ. Pra janë Beqa po gjithashtu. Domethënë janë deklarativ. Ai mund të flisë për ata që janë deklarative, që edhe nuk ka asgjë të keq për ato të thoshte për shembull që ka shku në gjyq, ka bërë këtë, kemi bërë këtë hetim, ka dalë këtu. Po gjërat përcipt. Jo gjërat thelbësore, se gjën thelbësore ai nuk mund ta nxjerrë në treg. Dhe kjo është, domethënë, ajo pjesa, tash fitojmë, është edhe që politike kjo tani. Kjo futet tek loja politike. Që ta bëjmë, ky të bën sikur vjen, ne bëjmë sikur nuk e lejojmë, gjërat mos dalin, nëse dalim aty të themi që Dumani nuk e dha atë, se Partia Socialiste e mbron Dumanin, vazhdojmë me teorinë se Dumani komandohet nga Rama. Unë ja u them prapë që marrëveshja që është bërë me FBI-n dhe me DEA-n amerikane dhe me SPAK-un, vërtet FBI-a dhe DEA nuk mund të veprojnë në Shqipëri, por nëpërmjet SPAK-ut ata e kontrollojnë totalisht gjendjen dhe situatën se si është në Shqipëri. Do prekin majat e piramidës së shtetit. Unë ju kam thënë deri në dhjetor këtu deri në fund vitit, domethënë këtu duhet pastru gjëja, se nuk ecën më. Nuk ka më se ku shkon më, është bërë gjëja më e keqe e mundshme në Shqipëri dhe po ta veni re,
Rama ka filluar ta lëshoj dorën shumë. Ka fillu të lëshoj dorën shumë, ka fillu tashmë të bëjmë edhe të projektin e maleve, më thënë, sepse ai është i qartë që në çdo qeveri nesër që do vi, do gjej gropa të zeza po që do paguhen nga shqiptarët. Dhe ata tashmë po e fusin Shqipërinë në një kolaps akoma më të madh. Qartë. Pa qëllim kam thënë që çdo sekondë i qëndrimit të tij në pushtet është një katraur për Shqipërinë, është fatkeqësi kombëtare. Do vi dhe tek çështja e territorit, do vi se e kam si pyetje. Po përpara se të vi aty dua të flasim pak për raportin përfundimtar të OSBE Odirit për zgjedhjet e 11 majit, i cili ka shpërfaqur shumë problematika. Sigurisht, po nga ana tjetër duket është të paktën deklarativisht e kënaqur, sepse ka konfirmuar akuzat e opozitës. Okej, kjo nuk është gjë e vogël në kuptimin e përpjekjes së opozitës në atë betejën e vet politike për të fituar legitimitetin e akuzave. Po nga ana tjetër, çfarë ndikimi ka ky raport i OSBE Odirit? Duket sikur jeta vazhdon njësoj. Raporti OSBE Odirit do ishte vërtet bombë, po të themi në politikën shqiptare apo në jetën e shqiptarëve, nëse ai raport do të ishte urdhërues, themi.